Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë e mi, në vazhdim do ju sjellum fshatin Zatreq, komuna Rahovecit. Po ju lë me pak pomje nga ky fshat. Jemi në fillim të fshatit dhe jam të e pa një numër të madh cilët e kanë fliju jetën për lirin cilën e sot e gëzojmë. Jam të i pa disa civel, në fakt numri është dikon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 të ranë për gjatë luftës. Në anën tjetër i kemi 3 dëshmor ku në plakat shkruam për lirinë e Kosovës, e dhuruam edhe me të shtrejtën jetë. Juve ju mbetet që amanetin tonë ta çoni deri në fund. Lavdi gjithë atyre të cilët e kanë fliju jetën për lirinë që ne sot e gëzojmë. Ne po vazhdojmë me çtemi, po ju prezantojmë fshatin Zatreq. Ndot me ju tregu që kemi pas shumë ftesa dhe jam më në fund do e keni fshatin. Po shpresoj që kemi me pas një ditë të këndshme si për neve ashtu dhe për juve. Në Rahovec njerëzit si mund t'jenë ndryshe, mikprica. Hajde po shofum se si po na presin sot këtu në Zatreq, me që numri mesazheve ka qenë bukur i madh. Jemi shumë afër shtëpive dhe kur i shoh shtëpit ju e dini që tashmë unë i kërkoj banorët. Ndodhet me komentu me fillim infrastruktura edhe ndërtimi nuk është që po m'pëlqen. Pra jemi në rrugë kryesore, nuk ka trotuar brenda fshatit. Por që mbetet me u pa kjo deri në fund. Shtëpit e bukura gjithsesi si në secilin fshat, ju lumt shqiptarët, kudo që janë, kanë arritë me u ngrit, me u ri me këmbë, edhe përveç, edhe për pas asaj se çka na ka ndodhur, e kemi marrë vetën. Këto shtëpi çka po i shihni momentalisht vetëm mundeni me i shiku, është një qenë saune në kom, kështu që po vazhdojmë drejt. Po më penalizon me shku andej, me kërku ndonjë banor, por edhe me morë pomje ma shumë, por më duket që nuk ishte shumë shtëpi, a? Vetëm 1, 2, 3. Po vazhdojmë kështu, kemi shumë shtëpit e tjera, rrugica që na presin për gjatë ditës së sotme. Në fakt, kisha pritshmëri që është fshati më i ndërtuar, më vjen keq që pasqyroj ashtu qysh e shoh. As një pikë më shumë e as më pak, vetëm nga ajo çka sytë e mi shohin. Fshati ka nevojë për ndërtim, shifeni kjo pjesa kështu, se si është, jeni të e pa, pse mos me ka një trotuar? Përveç kësaj edhe asfalti, ka qarje vende, mirë është komuna me ardhë kështu në për fshatra, me i bo vizit, si kurse one, her një fshate, her në fshatin tjetëre, me i po parregullëcit, me i po ballafaqimet e banorëve, e shumë qka ka shumë punë. Qa i kanë lënë këta gurë kështë? Shtëpit, si që një të i pa, kjo pjesa janë ndërtu, si mbas lufte po duken, por që nuk janë të banuara, sa që s'ka drejtore, ndoshta e ka ndërtu edhe i ka ropi shmon, e ka lënë krejt, ka ikin nga fshati. A jem të e pa një shitore më duket, jeni të e pa jemi shumë heret, por që rrugët e fshatit janë bosh. Është shumë qetësi, dikun do traktor po ndëgjohen.
sa të mundem me kop banor, me taku, me bisedu me ta edhe me na njoftu, me fshatin Zatreq, ndot me cek si shpesh fshatin. E kam thënë për disatën herë për shikuesit cilët janë në Facebook, ju kom të regu që ndahet pjesë, mandej po ju ik hyrja. Nuk po e di nëse në cilin fshat ndodhemi. Fillimisht kisha shku kështë, por jem të e po një banor është e kusit boring, kështë që po afruna, ndoshta na pranon, edhe po bisedujmi për fshatin. Shpejtësia 20. Shtash më shkru mu një dënim se më 50 jem. Unë eci shumë shpejt. Shtyllat i pas kanë të rija. Fshati është interesant. Wow, jem të i po fluta roket. Pra, mos e ndolla mu do këtë se e ndolla mikrofonin. Fluta roket të cilat prodhojnë energjinë elektrike nëpërmjet erës, por se di se a janë në funksion, a i kanë lëshu. Jam të e po një banor atje i cili po lavron, atë qka po bëm po e kosit borin, se jam të e po prej largut. Shtepit pra isha duke thonë, disa cilat nuk janë tashmë të banora kanë bet pra ashtu, se që jenë kanë dikur. Por, ide nuk e kom se ky fshat është i banuar, kjo rrugë kështu nuk po m'pëlqen, shifeni, ka e ka hyrin mëre kë. Po, miko, shkaj kërpjet. Stop, që të po thot, shumë mirë që e pas kanë vendos këtë shenin stop, edhe në po poshoj, me shemimet vërtit e kemi ekstrem dze temperaturat, kanë shënuar 30, 40, nuk e di. Përshëndetje! Po si jeni, a jeni mirë? A jeni banor të fshatit? Na, të fëmijët. E qysh këta fëmijët pa ty? Unë s'jam i këtujt, unë jam mësues i këtujt. Mësus? Po. E kjo mi morë në zonca ta? I shëtit, shëtu, në poshtë të përpjet. Po, ti ka ke mësus që po i las drejshën zoncat? Jo, bashkë mësoj mirë, bashkë mirë mësoj. Po, a? Po bashkë mirë mësoj. Gjenë në të folin vetë, hajde. Tamam, po ju rrëshë, ja pa e po ditorin, unë nuk besoj. Po ditarët se kemi këtë në shkollë, kemi, hajde. Po, unë e vinë shkollë është ditorin, ja u kemi bloku rrugën bre. Drejtoreshën e kemi mrapa atje Po, poshtë. drejtoreshën a? Po. Hajtë s'po ju pengoj me që jemi në rrugë Jo, edhe nuk ka problem. po të nervoz drejtoresha. Po, Ju përshëndes, çdo mirë. Kujdes. Mirë pafshim. E kishëm të pamundur me bisedu, por miri shkon... A i rove pishmana, po vjen alë dhe flosëm shpejt pak. Mbetëm këtu jo folioni, jo folja, jo kë, jo aj. Shpejt, 3 informacione, fshati është i banuar. Unë nuk jam i këtujt. Nuk jeni? E cilit fshat jeni? Unë jam i Prizrenit, nuk jam Po i nuk këtujt. besoj, qysh për i Prizrenit të kërë këtë mjep në sema? Po, këtu jam, po. Për një me që sa vite? Që 3. Që 3. Po. Edhe qysh po kalon me këta trauvecit? Shumë mirë, shumë janë të mirë. Nxënësat mirë, mësojnë mirë. Di janë dëgjueshëm, sjellshëm, shumë mirë. Kjo ka rëndësi. Po. Faleminderit shumë, ju përshëndes. Gjithashtu, Me që si një faleminderit. banor i fshatit, ka me marrë këtë informacionën, në shumë shpejt a i banor asi. Jo, s'jam. E marrë. Miru pofshim, faleminderit gjithsesi. Kemi mbetu pështjel, jo s'jam, që tonë për të shme mujtë me nëzonë. Ka e ka hyrin e orës, apo mëni me pa? Mas miri. Jem banor, si jem banor, po hoxherin një ka. Fokus, të lutem, shifeni, një tjetër dëmtim i rrugës, një parregullsi nuk po m'pëlqen. Kam ardhur me shumë dëshirë në bazë të kërkesave, kuptohet ftesat që na janë bë, por që nuk e kam pritë se fshati nuk është kështu në këtë gjendje. Ka shumë nevojë për ndërhyrje. Kur e them ndërhyrje me orë këtë, me vizitu fshatin edhe me ndërtu disa gjona që janë kështu si që dhe po ishin i vetë.
Para se me thirrën e zoti shtëpis, jem të e lexu një plakat ku shkruan kjo shtëpi ka qenë bazë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në periudhën e luftës Komunën Rahovec. Ne po vazhdojmë po e komentojmë nga ajo çka po shohim, jeni të e pa dhe jo vetë që banore kemi shumë të pamundur. E kam parasysh që tashmë janë edhe në orarët e punës, por për ata banorë cilët nuk janë në punë. Përveç kësaj e kemi kogja problem kështu me xhirime, për shkak se lëvizje kemi gjatë gjithë kohës, por që trotuar nuk kam. Ku me shkelën e? Ku? Me shkelën bare për mdel në i gjorpën. Sa të plezeqme janë këto lipanet. Kamion. S'ka shtëpik në ja? Okej. Pra, veç të kalën kamioni, miqtë e mi, nga këto përfundon pra numri i shtëpive është fundi i kësaj rrugice, cilën e përshkuam të tërën. Nga kjo rrugicë tash kalojmë në një tjetër, aty ku ka më shumë shtëpi, edhe inshallah po gjejmë banor. Shifën e gjendjen e fshatit. Çka u bo mërë kështu Rahovec? Nuk po m'pëlqen. Përveç që nuk është i ndërtum, ka dhe pa pastërti. E kuptoj se në këtë pjesë po mboj kanë bakti e krejt, por që me i pastru rrugët. Në anën tjetër, thera kanë lënë kështu. Mirëboll kë zotëria këtu po e punoj ka tokën, por që mund dhe me thonë lirshëm në Rahovec, është fshati ma i lom mas dore, deri me tani qka unë ju këmë bo vizit. Hajde po provojmë me këtë zotrin, t'ja nxjerrëm pak pushim. Puna e mbarë! O, për na shkel, puna e mbarë, a i një lodhë, po si jeni? Më vjen mirë. Ka e keni hyrjen? Shumë larga? A ne apo vjen ma letë? Ha? A ja bojmë dyqysh? Sone me folë po du, tash do të me bo një zgjidhje. Ma bën halal, po ja nxjerri i qik pushim. Kështu prej telava, hajtë. Si jeni, a jeni mirë, a jeni lotë, qysh po kaloni? Edhe që du jam rina. Edhe që tu jam rina. Qysh po kaloni? Për mija. Si është jeta në këtë fshati Zatreq, ku janë banorët? Banorët janë ma shumë të jenë dalën për këtu, që ma shumë në Pezren, janë Gjako, Ravet, qështës. Po, pse është braktis fshati, edhe pse fshati nuk është që ishi ndërtum ashtu, që i kish kushtet ashtë mira. Po, jenë dalë për këtu, jenë dalë për këtu. Shtë të zemi preka? Jo. Me rrimë, po më zërrima. Jo, jenë dalë për këtu, kanë dalë edhe nuk kanë dretu ku me dito. Sa është numri i banorëve që kanë mbetë në këtë fshat? Në këtë fshat jenë dhe banorë, 500 banorë janë. 500? Po. Do nejta, janë në përpuna qysh? Tash të edhe vakti gjumbi to. Po thua? A me ditë ku janë të flejt pashku me i zgjuse lo. A qëkëri që dhejnë të shpijin, që dhejnë unë i shpije bardhë, jenë në gjëmë që dhe pari. Kur të shojnë intervistën kanë me të nemë. Qka na e bëshe? Po tash të vakti gjumbi to. Po, to ka të pëpunohen? Po, pëpunohen, jo ku me ditë so, po pëpunohen. Pëpunohen. Jo, juve ju gjeta vetë se të punu, mboni bakti? Po. Sa copa i kini? Po e kom ja 5-6 copa. 5-6 apo 60? 60. Mashallah. Po ja del, po mundesh? Po e qka me bo, po qështë të punuhe. A e kiti kon që ju ndihmon apo vetëm? E kom e 2 djemë këtu. E 2 djemë i kom që si im një muj. Qka ka nevoj me pas fshati për juve banorëve? Qka ju duhet? Po nuk jenë edhe basket, të në atë njët jenë po rruga, po rrugën që e kënë për shkajt, duhet rrugën me në nesh, në kanë thanë si po,
edhe rruga, ma shumë ti rruga. Kur keni pas vizita sfundi herë për nga ona e komunës? Kujtohet? Jo, valla, jo, s'kime pas, po me ditë. Jo. Shkollën e keni? Po, të në tetën. Deri në tetën. Diçka tjetër a keni? A balon s'kem, Po. s'kem heq. Nuk kemi qështë. S'keni pas kur apo? Ja, gjatë luftës kemi pas një farë balonte, Kur është mbyllë? jo, është bëllë. A njini me krejt banur të këtij Po, fshati? me kajtë. A mundeni me u martu nëse dëni? Jashta jo, që ta që jo, jashta 3 shtëpi bërishe kemi pas që do. Çka janë të ardhën? Jashtë këtojnë kënë edhe ata. Aha. 3 shtëpi bërish, po ata në bo një pa mesa doj, jenë martu e babalatët tonë dhe akryj mo martesa me këtu akryj. Rini sa kam vetë në fshat. Po pak valoj, pak nuk kanë mes. Se kajtë jashtë jenë. Dritën në gjumoni jenë dalë ma shumë. Po. Mërgata më kanë cilë në këtë fshat, sa ka kontribu mërgata për fshatin? A ju kanë ndihmu në diçka? Jo as pak, se di ju për veti. Përveç shpive të veta që i kanë ndërtu. Shpive të veta. Jo. Jo. Ta është e kem punë edhe me ujqelës, që ke kompanija se pi kate që do fluta, në ka thanë edhe ujqelësi. Me që mi përmente flutaroket, a janë funksionen, qua ju? Halo ju. Se ju? Po janë të punu. A janë dhe s'kanë përfundu me punime? S'kanë përfundu. Sa copa janë të vendosme, a e dini? Po do më copa. Bilet që konatë kanë bozën, që të janë të najtë. Më shko rrugës me vjetë, që ati një të kanë bozën. Indërum, falemderit shumë për kohën. Ate vetë mija. Ishte shumë knatësi. Mija. E tash edhe një pyetje kam për fund. Kosh ma qëtë një gotu i këtë me shku? Se vdiqa nga itja, po. Po është me pija të këunja, po? Apo? Po sa mik pritsa që jeni, mundesh me pite kroni. Hajde me shkojnë të kroni. Edhe, moni me shku që në përshpija, ko A që. kam beta na i co baklova ju? Po, valloj të dush. E ani, edhe rrethin e hojmë. Po, valloj, shko që nëjnë e gjojnë shkajt, që të më hollën që nëjnë. Që nëjnë ma shumë janë. Që nej, ja? Po. Që nej që në hongër shumë. Miru pafshim, pun të mborë. Falemderit shumë për kohën. Pasha zote po, për gjëna. Unë doja me qësip të punu. Po të më thani, këmë do këtem që të punu. Po, e ke marrë prej dikujt, apo? Po, mos gaba mi e pare. Mos gaba mi e pare. Merre që në shpi, në mërtem. Po, se jo për heq. Ja, se... Edhe këta jënë këtë jënë në Gjermani. Po, që në Gjermani edhe pjo e pare. Mos gaba, në shpinë teme, në mërtem, asë një cënë mos ja u jep. Edhe e shojnë kështë publikisht. Letrin ata në Gjermani. Edhe mja u punu në këto temperatura ka që lorë të token, do të me kotë knoqën, po qësh me li pare? Sa po bëj ka 50 euro. A bot ma shumë? Edhe pak ma shumë. O kry, shola po i gjim. E falendroj këtë super banori cili në dhatë sa informacione ani pse ishte në pun, nuk nguroj dhe ndojti kohën pakës për neve dhe për juve. Me na njëftu me fshatin Zatrish. Ne po vazhdojmë, nuk e di në fakt as ka po vazhdojmë, veç kështu ka të shërrug, që mi morë pomjet me përtheku këtë fshat, sot se është më se miri, une në gjdo fshat nisëm me këtë idin, që me bon në perfekcion, por që nuk është diçka që vorët vetëm nga une. Jam banorët ata cilët e perfekcionojnë emisionin çdo herë, thëmë, po vazhdojmë grejt, kohën e kemi edhe me erë, edhe në zetë, ta në atë mirat e Zotit, qa të i këqenë ona që mbojke, veç të pricë. O, plasem. Shtë dyra, edhe një tjetër shtëpi, kjo shtëpi ka qenë ambulante ushtrisht lirëtarët e Kosovës në periudhën e luftës. Dera, po e provojmë ashtë hapon, është mbyllur, me siguri janë mërgjimtar. E me që po i përmendu mërgjimtarët, po është shfrytëzoj rasti me i përshëndet gjithë mërgjimtarët e fshatit Zatriç. Faleminderit për ftesën, edhe pse atmosferën nuk e kemi nivel që shumë e du, por e rëndësishme është do ishin i fshatin cep në cep.
pa e komentu edhe një objekt ku ndodhemi momentalisht, me hy mbrena edhe po tutna me hy, jeni të e po gjendjen përveç kësaj ku ndërmën, nuk po vazhdoj, mundemi vetëm me marrë pomje. Po supozoj me që jemi në qendrët e fshatit që ka mujt me qenë qendra mjekësisë familjare, por nuk e di, atë pyti mërë që të banurin. Shumë zhurëm. Por, nuk është e mirë kjo në fshat, nuk është e hishme me lonë, kështu në këtë gjendje, brenda nuk ishte se asku me hy, pa morë parasysh, pa varësisht se qka ka mujt me konë, ose qka ka qenë, nuk duhet me lonë objektin në këtë gjendje, pakten rënën, pas rënë, edhe mos ja presh në hieshin fshatit. Jemi shumë afër fluturave, flutarakeve, tash këta me energji të flutrave, nëpërmjet erës, kanë me u furnizu, po nuk e di, tash energjinë elektrike a e hi konkreta e lojnë? Jo, e lojnë edhe këto, edhe ato. Kam po domosdoshme me pas kamore me shku sa shtëpi të bukur e pas që atje largë, një e hinë si me tulla, si sigurisht e mërgjimtarëve është. Edhe me ujësjellë se nuk qëndrojnë mirë. Nuk i kam punë të mirë si që më tregoj banuri. Është tipik fshat, por është edhe bukur i Lomazdore. Zatriq. Bujqit kthehen nga orat meken. Pa shku me i nëzonë se lon. Të kërku njerëz prej guri që thëjnë, prej lo që të lyp njerëz. Se jeni të e po dhe vetë është fshati shumë bësh. Unë nuk e di, ka janë ato banur që më thanë 300-500. Deri tash bili një 10 i shdosh me i po. Haj që i nëzuna po mduket. Të pakten po i përshëndetëm edhe po i pytëm a jenë lodhë. Këta e përfundun lëmë këta. Puna më barë! A dëni mësafir? Po 2 minuta presë edhe në gjithë ditë nuk rrjedhën të punu jam. Nja 3 pyetje i kam kështu blec edhe do ikum. Priq, a për cilët zëri, as mundesh me zbrit poshta? Po tani prap hypre, se s'kam qysh. A është dikosh tjetër këtu, a? A hecë se ki nërmend sot me zbrita? Valloj, sot hesh nërmend. Ma burri fort, hajde 2 minuta të lutëm se në zetë. Po, qashtë që shemenan me shdryp ma vonë? Ma ban të shprasë, Apo a? Kuku përcohesh e ma shenë shirën. Tani këtë shpenzime do thënë me t'i kry. Si je, a jemi, faleminderit, respekt. Respekt edhe për ty. Mirë jeni? Mirë, Me shëndet, familje, me mirë, punë? po, mirë. Apo bot puna e që? Po punoni? po punojmë. A i përfundut? Jo, sa ja kena fillu. Për një me unë thash fatlu ma të këthim? Ja, sa ja kena fillu. Qa duja? Po, balla e në to. Balla, na më duket i thënë duj. Duj edhe A, na, mirë, pas dykosh në jetojnë balla, dykosh duj. Shumë mirë. Fshati Zatriq, Po. fillimisht sa është i banuar, sa ka banuar nëse dini më të regu? Vallaj, unë mas shumë të t'jam jashtë, veç që më ardhë më në 2 mu vllaznive. Mërgjimtar jeni, a? Po. O, që ako marrë mërgjimtar të Në shtë. Austri. Keni ardhë nga Austria për pushime? Për pushime dhe pak më në 1 mu Përshën vllaznive. qka jemi na? S'këqyrëm, na të shtim punë me një here? Unë natë e ditë. Apo të paguat biletita? Po e, po. Nxerrë biletën, nxerrë biletën. Qysh jete? Këthysen, mirë Qysh krejtra. pa kalane? Shumë mirë, o knaqëm. Shqeqër. Kur e ke braktis vendin, Kosovën krejt, se ju veç fshatin? Në vitin 2018. Tash, vonë, ju edhe shumë vite, a? Një 8 vite, a? 8 vite. Feks, kom nisë me mësu matematikë. Më të dhejëm 8 vite. Se pëllë dëptje matematikë. 7 vite ma shkort ju më kanë praci, tash që një vjet jam në Austri. Shoqën edhe qikën e kam atje. Ke arrit me morë veten, me ndërtu? Jo, ale, se tash rresht jem shku në Austri edhe Tash do të krejt prej fillimi me dokumenta. Me dokumenta, prej fillimi. Cila ka qenë arsyeja pse ke braktis fshatin? Edhe sa ishte e vështirë me lënë S'kam fshatin? pas qef me braktis fshatin se na ma shumë të të banojmë fshat. Unë ma shumë të jam 3 muj këto 3 atje. Ju jeni në lëvizje gjatë kohës. Gjatë kohës.
Në gjithë kosh. Edhe pse Na zakonisht 2 vllazni janë këto, e 3 jemi jashtë. po duke që nuk po do me pranu që përfundimisht e ke lënë fshatin. Po vjen kështë ko pas ko edhe si shpesh. Me qef jo. Po. Kur se këshna baktes fshatin, po. Kushtet asesoj edhe jeni detyru me patjetër. Si krejt shqiptarët. Si krejt shqiptarët. Sa mundet me qenë përqindja prafërsisht e mërgotës? Përsi është që ndalë. Po, që ka ndalë jashtë. Ka shumë. A mundet me kon 50-50? Wallaj, që atë dikon. Që atë dikon. Por që fshatin e këshit lanë, qëshin i dalë, qashtu e këshit lanë? Qashtot krejt e Nuk kënë është që e lanë. këshit bona investim atë qka. Krejt e kënë braktes, e në shku në për Prizrena, në për Kanimas. Tash kënë met një pakice vogël, po mirë, nuk është keq. Ja këshit këthy shpinën fshatit kështë, qëshin i dalë, qashtu e gjetët. Valloj me qef, kërkush nuk e braktes, po në atë kohë desa asfaltin në fshat, atave që ndalë, shumica. Po edhe tash ka që dalin, kush ka mjete që dalin. Po, kështë e pa regullësi ende brenda fshatit, saj përket infrastrukturës. Po, tash kënë met shumë pakice vogël. Po, ata banur qka janë pak brenda fshatit, me qëfar punë e mirën, qëfar veprimtari e krynë? Ka dikur që mirën me bakti, me fusha, me qëto sene. A ka prej atyre familjeve që mbon vetëm nga punimi tokave ose nga pjekturia? Po, ka. Ka janë 3 familjarët që janë me firmë të shtallët leve, a gjësej këta që punojnë jashtë katunit. Edhe që mos me ju marrë ma shumë kohë dhe i në rartë punës, ndërmend, e keni me u këthy apo Po nëse bëhet dërim penzjena? Nëse bëhet mirë, pse jo? Do më thonë me atë shpresërin nëse një ditë bëhet mirë ju këthejni? Po, gjithës qysh. Atje e keni gjithë vetën, a? Po e kena gjithë vetën, punojmë edhe atje. Jeta pak ma letë atje, si këto. Shumë mirë. Vjen mirë që e keni gjithë vetën. Respekt, famderit shumë. Respekt juve, ishte shumë kënaqësi, ma bën halal. Jo, s'është problem, nuk është problem. Faleminderit shumë. Miru pofshim, çdo të mirë. Faleminderit juve. E falenderoj këtë mërgjimtarin, ka dole, po më thatonde. Po këto tabela që i vendosin shenjat e komunikacionit për mu nuk vlenë, ju kom të regu që unë i shkeli. E falenderoj super mërgjimtarin i cili na i dha ca informacione për fshatin, pak për ata, pak për këtë, pak për pjesën e Austrisë se kisha fjallën. Banori dyta, merdh keq, valla dorën tim me tartë keq nuk e kishë zbrit për i traktori. Fjallë sa du shte e thu. Por që falemderit shumë, me të vërtet të merdh shumë mirë edhe pse ishte në punë, e ndojti kuhën për nive. Jam të e po tabelin Rahovec, tabela që na qëna nej. Ne po vazhdojmë? Ka kena me vazhdu mërë se mu ka pështjel qëtashti fshoti pamparam anej. Po, a je tabela në që ka Rahovec në qytet, a? Rruga Dan Zatrici. Kjo ka qenë shqitore për mduket, a? Ishtë Zadruga, që tashmë është e mbyllur. Prom do të me cikësën brenda fshatit asë edhe një market nuk është. Si puna jeme vdiqi nga jetja sot. Do të me vazhdu. Ndërtimet si dikur, si kanë qenë, kanë bet ashtu, si që dhe i thash mërgjimtarët, veç pas këtë dalë dhe pas këtë tik. Fshat ka nevoj ndërtime, ka nevoj përmirësime në fakt. Në këtë pjesën janë shtyllat elektrike të vjetra, përveç kësaj, kanalizimi për mduket nuk është, po kondërmën shumë këtë pjesë e keqe. Jam të mundu me gjithë pjesën ma të mirë të fshatit, po mduke që është ajo mu përballë meje, pamja pra natyra që e ka fshati,
Përveç kësaj, shefeni, do të me pas shumë kujdes, tjegullat pas kanë rase është të flyira, edhe qka është ma e keqja i tutë masoj që mundet me mbet në një kështë, edhe mas 2-3 dite me ra, e pëna bjeku në kry. Kanoqet, shishet pra në tokë, pa pastërti, kjo pjesa kanalizim, ira është po kontrëmon. Pjesa ku bjen shiu, se nuk po e dita është sakt. Traditat shqiptare, Ana Drini, jem të e lexu një tabel, apo trokitëm këtë? Hajde. Mbyll koka. A e ka këto hyrina? Hajde po thirrëm. Sa shtepit kishin qenë bazat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pra edhe një tjetër shtepi që ka qenë bazë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në periudhën e luftës. Pra, po ma ja pa të mendimin që këtu janë zhvillu luftrat e ashpra pra në këtë fshat, me që pas ka qenë fshati i stërmbushur nga ushtria çlirimtare të Kosovës, ndoshta edhe pozicioni cilin e kam pas, ju lumt atyre cilët i kanë çu shtepit për ushtarët tonë. Apo thrasëm, në fakt nuk e ka as derën e hymjes, shiko, s'ka doriz. Ani zemër. Ani zemër. Ani. E kemi edhe pjesën e fundit të këtij fshati. E di që mbyllin ku me bo dikon të shkolla me që i rash rreth e qark fshatit, edhe një tjetër pamje jo e bukur që ka jenë të bo këtu pas kanë ndërtu këtë shtyllën e re elektrike, por kjo pjesa këtu, nuk e di, kam bete mërti. Po më duket jemi edhe këtu po në qendër të fshatit, jem të e po dhe parkon, fëmija të lujt, të shëtit, jem të i po dhe disa baktit e tjera. Hajde mos po e kem fatin me taku dike nga kjo pjesa këtu, edhe po e bitisëma që shtojnë këta të ferizojt me bitis. Një qep që të sot të dijet e këka. Ashtë nuk na nga të smën. Rjedhja e lumit mbeturina gjithandej fokus nga kjo pjesa ku jemi nuk po m'pëlqen, ashtë ky kroj që më tha, ma herët banori tha shko moshe atje. 2 krune, kroj i fshatit. Te kisha një gotë uj, ej fëmija, sa sillnin e për rrugë, hajt bima një gotë, diko shte pi pak uj. Hajt. Apo më dëgjani? Shko sill ma një gotë. Te marrë do uj me pi. Sill ma dikosh një gotë. Pra shtyllat veç i pas kanë të gatshme edhe me i vendos të reja. Ako kush që në gjitë që ne, oj nona jem, o që më dojshë. Edhe kjo pjesa shifeni nga këtu e deri lartë, mbeturina, t'ja u largoj të pakte nga asfalti, mbeturina gjithandej, pa rregullsi, rrugicat janë në gjendje katastrofale, po tani ku m'ju jep vullnet motiv me jetu në fshat, kur jenë lonë në harres, rrugët kështu në gjendje të mirë. Kamja moj që tashte. Rruga Martiret, 19. Nuk e di as ka jem të shku. Ka e keni shkollën fëmija, kënej, a? A, kënej. Hajde po shkojmë pak. Unë me një u bërë hyna, edhe me në thonë dhe gjeta ujnë. O, zoti jem, pa ujë s'ka jeta. Tashte, që i logo syzat, qa po frynera, e kanë shpinë po, qeremite. Oj, zoti shpis! A dëni mësafir? Mirë se veni. O, mirë si ju gjetën, faleminderit shumë. Si je? Mirë, A je mirë? A je po një po gjohë? mirë.
Ka Jo, pak. a jeni mirë? Mirë rahat. A jeni lodhë? Ç'është po kaloni? Mirë. Apo ulëm dikon? Ku doni, hajde. Se mbetem kom, jemi lodhë. Mirë. Ja 5 minuta. Mirë, shumë, mirë. Pa kaloni? Shumë mirë. Jo? Mirë. Faleminderit. O, pas në harru kur kokna ullë. Jo, ç'është po kaloni? Mirë shumë. Qa po bën, ja qa po bën? Që qështu ka pak? Ç'është po jetoni në këtë fshat? Mirë. Fshati Zatreq. Zatreq. Që sa vite jem fshat? Që 50 vite jem martu qëtu jam. Gjysa e jetës, e ma Gjysa shumë. jetës, gjysa jetës. Po, Mirë kemi kalu, tana herë. Ande- Shati mirë është. Probleme kur s'kemi pas, mirë shumë. sa kanë bet banur në fshat, ka jenë banur. Banorët janë dalë, vëlla. Ka kanë dollë? Kanë dalë për Zren, Gjaku, Malishev, E gjithë ka. pse është braktis fshati? Po ju ka do kjeta nëjna ma e mirë, janë dalë mas luftës. Ne asë jemi jemi mirë qëtu. Po jo, kushtet shumë mira i pasket. Mirë, Shpinë e mirë, o borrin. mirë. Sa djemi ki? 4. Je vetëm e njo këtu? Vetëm e një jam, ata janë jashtë. A Me kanë dy jam këtu, i madhe dhe i dytë janë që kë, dy kom jashtë. A kanë mujtë mjë ndimu ata që kanë shku jashtë? Po, na kanë një mu. Tash janë dalë, po na kanë një mu. Bashkëshortin ka e ki? Bashkëshortin që e kom gjumë qëtu. Më gjëmë, anë se presh gjumin heq. Ne, Atë se plasën veç na. ne anë shka. A njeni me krit banur të fshatit? A njeni me të Po, gjithë? po. Një me krejt, njërë kemi shku të na herët me krejt. Po. Mirë. A janë njerëz të mirë? Të mirë janë tonë, vëlla. Qa po punoni? Apo punoni diçka kështu? Qështu ka pak. Basë që ka pak. A keni mbjell diçka mboshe? Po, që të poshtë këni mjellda. Shumë Shka. mirë. Banor tjerë, qa punojnë? Banor tjerë, jonë të punune për puna, qështu. Dikush jashtë, dikush Po. Shkollën e keni? shkollën e kemi, në zonë ca bëllë pak. Shtu s'ka dish vish me sena tua me otusës, ultimës në ka S'ka për kërkush ultima. kur gjë, ja. Edhe rrugë, si të mos në këtë pjesën ka e keni ju shpinë ishin katastrofë. Rrugë, se keni morë zanatin, po dhe rrugë qështu. Qështu. A vjen ai herë dikush me ju vizitu me ju po për këtë rrugë? Valla, ju. Me ujë, që shëndroni? Uj, mirë kemi. Energji, po? Po, Edhe kanalizimin e kishët pak ju mirë. ju, valla, se ndërmoj kemi kjo. bash mirë, po. Po. A të kam bet në i shoqe këtu në fshat? Në i Po, moshatare Po, jotje? po, edhe 2-3 jemi. Edhe 2-3, e? Sa do ma plaka ka 86 vjeti ka. Po, cila është më shumë mja e fshatit që e nje? Është kjo nëna Silajdinit, po tash janë plaka të Po, dyja. sa vjet i ka? Cila ka mas shumë? Njona i ka 86, njona 87. Ato tash ti plaka. Po. E Zatriçi, që shokon para lufte për shembull, a u ka njëjtë kështu, a ka ndryshu diçka fshati? Po i kanë ndryshu pak që të rrugë në kanë përun, qështu, sa kanë katastrofë për para, s'ka pas ullë të mirë. E kur ka fillu kështu mas shumë të emigrimi me dal jashta prej fshatit? Me Valla braktis fshatit? mas luftës jenë dalë mas shumë ti. Mas luftës jenë dalë, ju ka dok ma mirë, dikush a dalë në banesa, dikush që i ka lënë shpijet krejt, Po. dikush ka marru shpije, qështu. Ato kështë jetu ty në qytet? Hiç mund s'm ka ka, s'kom pas qef kur me jetuja në qytet. Në qytet vitë në Zatreq qëtu, më ka bigenis këdhem. Prej fillimit. E i fillimit, pisi e martu. Bëllë më konë Kramavik, fshati mirë, konë mirë, shumë e o mirë. A je bie Kramavikut, Bije Kramavikit. Atje si mi konë ende, ashtë fshati mirë të shkojt? Fshati mirë, shumë fshati mirë, ja i mirë o bëllë. A ma mirë atje këtë? Tojri ma i mirë. Tojri ma mirë. Do shta dhe që jeni shumë ofër molleve? Ofër mali, tojri mirë, tu, mirë shumë. A jeni që 50 vite në këtë borë? A jeni konë dikon tjetër? Ja, jemi konë ma pushtet, jetë, ne kemi blekit vend, tu, Se po vrejë që jeni ma tash. Ja, ma mirë tash këtu, Po. qështë. A martoni me zveti? Me këta... Me bërisht, po, të jem edhe kastrat edhe bërisht, po.
Martohen. Po tash vëllajnë bo një pa mesa dhe as me ata ju. Se jenë martu për para, tash jenë bo krejt Po, një pa daj. po. Edhe një pyetje për fund. Banorët si janë mikë pritësa në këtë fshat? A janë mikë pritësa? Po, krejt jenë Apo i runi traditat ende? Traditat tona? Pirujmë, Për atë sa po mundem, ja? sa pa mund, sa ke mundësi. Po. Brenda mundësive gjithë shashka. Po, Unë të falenderoj shumë për kohën, edhe që na i hape dyrë të shtëpisë. Faleminderit. Shumë lezetshme dhe pak po shem se jemi lodhë rrugëve të fshatit. ta pepini ka i kafe. Po e pimë. Faleminderit. Po shkeputemi derisa ka ordnisja. Baklov. Gjithë e arri ato çka e duhet dhe e kum përmend baklovën. Tash ju ka mbet diçka prej bajramit. Vira të sa mirë po shërben. Ka ndalë kom të reja. Vjera ja, vëlla ja, kom një usën e mirë. Po bëja i kor. Ajo vjera ja me të shtë në nguc, ka njëherë kur jemi të nëzonë me na diçka. Ja, Ka ndalë kom të reja. Ne nusët i kom të mija. Pje qëtë ka i kafe? Hajtë po shkeputemi se nusja nuk po dënë para kamerës. Nësë po një mund. Faleminderit. Hajde ka për qëtë baklov. Na po shkojmë, faleminderit shumë për pritjen e mirë. Kalofshit mirë dhe Na jo. bani halal që Halal ju kofte, kalofshit shumë mirë. Shi që si kokit mirë, kalofshit Faleminderit mirë. shumë. Çdo të mirë, mirë pofshim. Ca ke bukuroshe. Faleminderit shumë. Çdo të mirë, edhe ju. Faleminderit shumë. Po largohemi dal nga ubori një familje shumë dashtme. Faleminderit për zemërsisht. E ne po e vazhdojmë pjesën e mbetur, po m'duket pjesën e fundit sa i përket këtij fshati Zatreq. E ka emrin interesant fshati Zatreq. Nuk i kam pyet hiç banorët se si ka mbet emri Zatreq. Sa shtëpi e bukur. Kjo shtëpi është e djalit. Duket kështu e djalit këty në po, se më tha i ka 4 djema, po, 2 këtu 2 atje. Por që nuk janë në shtëpi, Zvicër dhe Gjermani. E kjo, vetë se publike, Ose po zëj, Betu, tash e posh, sa bukur e paskan, me i vendos kontinjerët e vogël, shportat, për mbeturina. Perfekte kishën, me u bërë, me shtëpije, pastërtije, gjithë shka bukur. A i kemë përfundu këto shpijat, po, se tash nga kjo kënd po mdukin këtë ndryshe, po shqyqër që i pas kam përfundu. Që një 2-3 orë jam të folje, tash mira keq nuk e dhja, atë e vlerësoni ju, po e rëndësishme është që ne kam folje dhe atë qka e kum pasqyru. Edhe një tjetër veçori e këtij fshati me dalë në kodrat Zatriqit, e shenë rrafshin e Dugaxhinit, Prishtinë, Prizren, krejt Kosovën, kështë më thanë. Pra e ka asisoj poziten që mundesh me pa e gjithë Kosovën. Është veçori e fshatit kjo, gjithsesi. Tash, ka e kemi shkollën, se e di që më kam betë edhe një rrugicë dhe po e përfundoj. Nuk po më pëlqen, pra ankesat janë të banorëve për rrugët. Edhe kjo e zoja shtëpis pra paka mira, se tha harova me të thonë kështë, na duhet një transport domosdo, në mënyrë që banorët me pas ma të lehtësu me udhëtimin, me dalë në Rahovec. Në fakt, këto blerjet e që kanë nevojat familjare ma shumë, po i kryshin në Malishev, ma ofër ju bjem duke ta. Kështë ma që shtojmë na ma letë, po ju beke me Malishev, por që ju do gjithësësi një transport për banorët cilët janë momentalisht, edhe ata banorët që kanë betë mos me i largu, kur nuk janë kushtet, kur nuk bëhen kushtet për jetë, normalisht i detyrën një farforme dhe banorët me praktisë fshatin,
s'po besoj që dikush e praktikë ashtu për pikë qefi, por që janë konë rrethonat si janë konë, tash pak fshati ka ndryshu edhe pse ka nevojë shumë e ndryshu, por nuk është keq. Pjesa e fundit, rruga e fundit, e cila në qënë drejt tek objekti i shkollës. Ashtë lokal më revesh të preku qëtë. Karika ti pas kanë jashtë, kafe po thëni që është a? S'pa besaj që është lokal. E mbyllë me si do që të jetë, sa të bukur ato shtepit, po besoj që i ke pasë në fokus, janë shumë ofër maleve, llogarit nëse sa tashpër janë dimrat në këtë fshat, me që zona është shumë malore, kodrin oro malore, e ka një pamje nga këto shumë perfekte. Aty ku është natyra pa dyshim që i jap një shi fshatit. Jemi shumë afër objektit të shkollës, siç edhe ju premtuam, një objekt i lezetshëm, me ngjyra, dal nga dal po afrohemi edhe tek objekti. Sot me shumë vështirësi kemi xhiru përveç se nxet era, nuk po shosem. Ju kërkoj ndjes që po e qas dorën kështu se nuk po e shoh rrugën. Çka shkruan këtë tabel? Kontrat për implementimin e masave me në projekte. S'po him kësaj dehesh, po e komentojmë objektin, si do që të jetë, po duket i bukur, me pak nxonca jo shumë, nga se banorët e kam braktisë fshatin. Tash, sakt nuk e di janë ndodhen 300, 350 apo 500 banor rezident brenda fshatit. Këto janë informacionet që mi dhanë vetë banorët, nuk e di. Janë 3 shifra, po që mi kanë dhonë. Objekti është kë, shkolla është deri në klasën e 8, kështu më kanë thonë nuk e pas kasë edhe një letër se si e mbo në emrin, apo deri në cilën klasë vijohen mesimet. Gjithsesi, shkolla fillore. Që pas kanë një pjesë të vogël të fushës, me lujtë futboll, po ku janë portat, i bojnë ndoshta kështu me gur. Mrena i kana? Onën tjetër? Hajde po shkojmë onën tjetër të shumë, unë nuk e pash. Por, pa i ra kështu rreth e rrotull, nuk e lë. Po m'pëlqejnë dritaret, ngjyrat. I pas kanë si majica jeme, ngjyrat. Jam kombinu. Në çdo fshat që shkoj, ja qëlloj kështu një farë kombinimi. Me siguri këto procesi mësimit të mbot para dite është qetë. Tash ora ka shënu dikon 15, ja pra dhe fusha e sportit, në gjendje jo të mirë, kushtet jo dëvoljetshme për nxoncat. Ata me siguri këto i zhvillojnë aktivitetet sportive, një kosh i shtrembur, me disa shtylla të rrëzuara, me fushë të dëmtuar. Kjo është gjendja e shkollës fillore këtu në Zatriç të Rahovecit. Po kam dëshirë me i komentua dhe sonat si dikur, në për fshatra si kanë qenë kështu, edhe nga këtu me ju falendru që ishit edhe sot me ne, neve na presim fshatra tjera të bukura. Deri atëhere, mirë mbetëshi!